këtë javë në kuadër të reportazhit ma pikturo ëndrrën për shikuesit e radio-televizionit 21, si dhe për të gjithë ata të cilët na kanë kërkuar në fanpage-in tonë në Facebook, Shtëpitë e bukura të Kosovës Vizë RTV 21, do të sjellim banesën e bukur të këngëtarëve Naim Abazi dhe Miri Ebraham. Banesa e njërit prej qifteve më të njohura në estradën shqiptare ka rreth 200 metra katror. Sapo të hysh brenda saj, do të shohësh një ambient plot me ngjyra dhe jetë. Në dhomën e ditës ata kanë parapëlqyer ngjyrën e gjelbërt dhe të portokallt, në mënyrë që ambienti të ketë më shumë jetë dhe të simbolizojë hare. Mobiljet e bardha në dhomën e ditës janë prodhim italian dhe kanë dizajn jo të zakonshëm. Edhe pse kjo banesë është dizajnuar 9 vjet më parë, ajo vazhdon të ruajë ngrohtësinë dhe atmosferën e mirë në këtë familje. Të them të drejtën, kjo është dizajnuar dikun para 9 vitesh. Kryesisht nga ana ime dhe Mirisë, normalisht që pastaj është ekzekutuar nga ministrit. Synimet kanë qenë me pas pak a shumë dy lloj kombinimesh të vijave, diçka që dëshmon nëse duken sa thyrje dhe shtylla atë anën e prejardhjes sonë ilirike kështu. Ka edhe gjysmë arabeska të cilat kanë qenë karakteristike e shqiptarëve, pak e ndërthurur edhe lindja gjurmët që i kalon. Po synimi im ka qenë që këto vija, këto gjërat jenë absolutisht diçka që sinonimizon arkitekturën ilirike, e cila është gjurmë në çdo gjë që përshkruhet si arkitekturë romake, më vonë edhe pjesa tjetër deri në periudhën e rilindjes, por ngjyrat më thënë drejtën, në shifni pak a shumë ajo ngjyra e Versaces, ne kemi në qef edhe unë edhe Miria, dominon, dominojnë edhe ngjyrat e qela, të cilat se di, edhe në natyrën tonë, në jetën tonë janë ngjyrat kështu optimiste, nuk unë për vete pas Miria nuk e kemi në qef ngjyrën e errët, kështu. Asgjë që është e errët s'na pëlqen, kështu, e hapur, ngjyrë, kolorit, optimizëm, pozitivitet. Këto kanë qenë, i kemi pas parasysh, dëshira jonë ka qenë kjo. Në kuadër të dhomës së ditës është edhe një hapësirë tjetër për qëndrim ditor, në kuadër të së cilës është edhe një pianino. Në këtë hapësirë ndodhet edhe kuzhina në të cilën dominon ngjyra e portokallt. Për këngëtaren Miri Ebraham është një nga ambientet më të dashura, pasi që kur ajo ka kohë të qëndrojë në shtëpinë e saj, pjesën më të madhe të kohës e kalon aty. Kuzhinën e adhuroj, jam shumë e pasionuar edhe pas specialiteteve të ndryshme dhe pa pikë probleme dhe pa pikë pritëse, e kaloj kohën më të bukur në kuzhinë, duke përgatitur specialitete të ndryshme. Edhe siç po shihni edhe vetë, e kam lënë ashtu në mënyrë të hapur, si punë hapësire ashtu, në mënyrë që edhe kur sjell pjatat prej kuzhinës, mos me hap dyrë me mbryle ashtu. Edhe po, kjo është veni më i bukur që përket mu, që vëthe edhe që i pregadis 2 meshkujve të shtëpis, por edhe vetët sigurisht.
por pse kanë zgjedhur pikërisht këtë ngjyrë për kuzhinën e tyre. Këto ngjyra i adhurojmë dhomëve na ime, edhe po nis prej faktit që kemi edhe një shtëpi të vogël në fshat, kemi shku në këto ngjyra të hareshme për don atmosferë në shtëpi, kemi përzgjedhë ngjyrën e gjalbërt si punën e barit dhe këtë të portokalltën që shkojnë shumë bukur njëra me tjetrën. Atje në fshat, me që ka gjelbrim jashtë, kemi shku në bardhë zi, në moderne, kështu që jemi mundu me kriju krejt një atmosferë tjetër këto dhe krejt një atmosferë tjetër atje. Në katin e parë të kësaj banese janë edhe 2 dhoma të gjumit. Dhoma e Naima Bazit dhe Mirie Braës është prodhim italian, ndërsa në bazë të ngjyrës që dominon në këtë dhomë si dhe dizajnit të saj, lën të kuptohet që çifti janë mjaft romantik. Megjithatë, për të gjitha këto që shihen në dhomën e tyre të gjumit, fajtore është miria. Që jam e vetë një femër në shtëpi, në dhomën e gjumit kom dashur me bëj me ngjyrat femrave, ashtu ngjyra e bardikave, kjo pink, që është e adhurueshme prej çdo femre sigurisht. Edhe kom shku në këtë stil, e adhuroj pak atë klasikën, jo pak po shumë. Edhe kom shku edhe me ato baldahinat në stil oriental pak, po është atmosfera shumë e bukur në këtë dhomë. Na merr malli për dhomën e gjumit shumë shpesh, me thënë drejtën, dhe kur vin shtrat, o zot, s'ka ma mirë se në shtëpinë tonë, shumë shpesh thuhet kjo vjet. Mirë po një dollap në dhomën e ditës duket të jetë i pamjaftueshëm për garderobën e çiftit, prandaj ata kanë edhe një garderobë të veçantë. Ndërsa kjo që po shihni tani është dhoma e djalit të tyre platorit. E veçanta e kësaj dhome është dalja në terrasë dhe pamja e mrekullueshme e qytetit. Tani vazhdojmë për në katin e dytë të kësaj banese, e cila është dedikuar kryesisht për kohën e tyre të lirë. Në katin e dytë gjendet edhe një dhomë ku janë të vendosura disa pajisje për fitnes, si dhe një mini bibliotekë. Në familjen tonë zhvillohet një lloj gare mes meje, besimit, lulit, 3 vëllezërve kush po merr libra më shumë nga baba, se baba na ka lënë shumë libra. Edhe po edhe në hapësirë jo e mjaftueshme, ndoshta po këto e frekuentoj zakonisht kur du me zgjedh diçka me lexu, edhe literaturën mjekësore kur dikush nuk është mirë me shëndet nga rrethi familjar apo ai shoqëror, edhe unë vi shpëtoj literaturën e mjekësisë edhe mirë jam pyet më njerë kush është smut. Ndërsa këngëtarja Mirie Bra, pasi që hobi ka pikturimin, ka një dhomë të veçantë ku e ushtron këtë aktivitet. Si punë relaksi, është kjo ambienti këto që unë e pëlqej, normalisht kur kam kohë, jo shumë shpesh, si se tha edhe në ju më herët, udhtojmë shumë pafundësisht, normal edhe për shtëpinë është mëse e vërtet, por që kur kam edhe pushim, ashtu edhe nga lodhja e tepërt, do me thonë, i vetmi ilaç gjendet këto. Edhe pikturën me që e kam si pasion shtëpi kur kam qenë vogël, pikturaj edhe më duket që më kalon stresi, lodhja, ngarkesa e punës, e profesionit, edhe ndjenën për mrekulli.
por çka i pëlqen të pikturojë Mirijes dhe a pritet që në të ardhmen të kemi ndonjë ekspozitë nga ajo. Nuk e di, nashta dikur vonë, shumë vonë, por e pëlqej shumë abstraktin e natyrën e adhuraj. Kam edhe piktura tjera që kom po autoportrete, po që i kam qu tek villa në fshat. Po jo shumë kohë, nuk më premton koha dhe me thonë me realizu ato ka njëre çfarë më vjen edhe që kam ide. Ndodh rrugës që kam një ide dhe bëj me kimik, kështu me një kletë të bardhë, pas përmes me harru si punë ide ashtu. Po jo gjithmonë i realizoj krejt, ato mbesin shumë shpesh vetëm në një blok. Në emisionet e ardhshme për shtëpitë e bukura të Kosovës, ne do t'ju sjellim edhe villën e këngëtarëve Naim Abazi dhe Mirije Braha, e cila gjendet në një fshat malor. Ndërsa këtë reportazh do ta përfundojmë në terracën e dytë në këtë shtëpi, e cila është hapësira ku më së shpeshti këngëtarët pinë kafen e mëngjesit.